Kemi që Zoti të na japë ushqimin që kemi nevojë të gjithë së bashku. Aleluja. Në Gjoni kapitulli 8, Injili sipas Gjoni kapitulli 8, nga vargu 12. Gjoni kapitulli 8, nga vargu 12. Le ta ndjekim me vëmendje vëllezër, aleluja. Dhe Jezusi u foli atyre përsëri duke thënë: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Atëherë farisejt i thanë: ti dëshmon për vetvete, dëshmimi yt nuk është i vërtetë. Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: edhe pse dëshmoj për vetvete, dëshmimi im është i vërtetë, sepse unë e di nga kam ardhur dhe ku po shkoj. Ju përkundrazi nuk e dini as nga vij dhe as ku po shkoj. Ju gjykoni sipas mishit, unë nuk gjykoj asnjëri. Por edhe kur gjykoj, gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por jam unë dhe Ati që më dërgoi. Dhe në ligjin tuaj është shkruar se dëshmimi i dy njerëzve është i vërtetë. Unë jam ai që dëshmoj për vetveten dhe Ati që më ka dërguar dëshmon për mua. Atëherë ata i thanë: ku është Ati yt? Jezusi u përgjigj: ju nuk më njihni as mua, as Atin tim. Po të më njihnit mua, do të njihnit edhe Atin tim. Jezusi i shprehu këto fjalë në vendin e Thesarit, duke mësuar në tempull, dhe askush nuk e kapi, sepse nuk i kishte ardhur akoma ora. Jezusi pra i tha atyre përsëri: unë po shkoj dhe ju do të më kërkoni dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Atje ku shkoj unë, ju nuk mund të vini. Prandaj judejt thoshin: mos don të vrasë veten, sepse thotë ku shkoj unë, ju nuk mund të vini. Dhe ai ju tha atyre: ju jeni nga këtu poshtë, kurse unë jam nga atje lart. Ju jeni prej kësaj bote, unë nuk jam prej kësaj bote. Prandaj ju thash se ju do të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni se unë jam, ju do të vdisni në mëkatet tuaja. Atëherë ata i thanë: kush je ti? Dhe Jezusi ju tha atyre: pikërisht atë që ju thash. Shumë gjëra kam për të thënë e për të gjykuar lidhur me ju, por ai që më ka dërguar është i vërtetë dhe gjërat që kam dëgjuar nga ai ja them botës. Ata nuk e kuptuan se ai po u fliste atyre për Atin. Atëherë Jezusi ju tha atyre: kur ta keni lartuar birin e njeriut, atëherë do të njihni se unë jam, dhe se unë nuk bëj asgjë prej vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar. Dhe ai që më ka dërguar është me mua. Ati s'më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë. Ndërsa i thoshte këto gjëra, shumë veta besuan në të. Atëherë Jezusi ju tha judejve që besuan në të: nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtet dishepujt e mi, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. Ata u përgjigjen: ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe s'kemi qenë kurrë skllëvër të askujt. Si mund të thuash ti, do të bëheni të lirë? Jezusi ju përgjigj atyre: në të vërtet po ju them, kush bën mëkatin është skllav i mëkatit. Por skllavi nuk rri përgjithmonë në shtëpi, ndërsa biri rri gjithmonë. Pra, nëse biri do t'ju bëj të lirë,
do të jeni me të vërtetë të lirë. Amin. Lavdi Zotit vëllezër, aleluja, për mësimin që na jep Jezus Krishti, të gjithë besimtarve. Jezus Krishti ju flet turmave, motrave, vëllezër, aleluja, të ndryshme. Ju flet njerëzve që besojnë sipas traditës që ata kanë trashëguar. Ju flet farisejve, motrave, vëllezër, aleluja, zbatues të ligjit të Perëndisë, për të kuptuar vërtet qëllimi e Perëndisë. Qëllimi i Perëndisë, vëllezër, është njeriu të mos u mbasët, por të ketë jetë të përjetshme. Dhe për të realizuar këtë qëllim, Perëndia e krijoi njeriu, motra, vëllezër, aleluja, e vuri në parajsë, dhe njeriu nuk i qëndroi besnik fjalës tij, doli, motra dhe vëllezër, aleluja, nga parajsa. Dhe qëllimi i Perëndisë, siç thash pak më përpara, është që njeriu ta çojë përsëri në parajsë, në praninë të Zotit. Dhe me veprën e madhe që bëri Perëndia me Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndia arriti, lavdi emrit shenjtë, që nëpërmjet këtij flijimi, ja qengji që heq mëkatin e botës, nëpërmjet këtij flijimi, njeriu të pastrohet nga mëkati dhe ashtu pa mëkat të jetojë në praninë e Perëndisë. Nuk mundet me mëkat të jetojë në praninë e Perëndisë. Prandaj dhe u largua nga parajsa, sepse yri mëkatin në të dhe doli nga parajsa. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, që në parajsë të jetojë mëkatari, mëkati, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të shenjtë. Dhe Zoti bëri këtë vepër të madhe me Jezus Krishtin, që çdo njeri që beson në të çlirohet nga mëkati, të pastrohet, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe të ecë sipas vullnetit të Perëndisë, të qëndrojë besnik vullnetit të Perëndisë. Ati që nuk e bëri në parajsë, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti na fton, na jep mundësinë edhe sot të gjithëve ne, që secili mundet të shpëtohet dhe të ketë jetë të përjetshme, nëse i qëndron besnik fjalës të Perëndisë. Lavdi Zotit. Jezus ju foli atyre duke thënë: unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do ketë dritën e jetës. Të gjithë njerëzve, motra dhe vëllezër, ju flet Jezus Krishti. Unë jam drita e botës, e të gjithëve. Jezus Krishti është drita e botës, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe thotë: kush më ndjek nga ju, nga njerëzit, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin, ka dritën e jetës. Lavdi Zotit. Ai thotë, nuk do të ecë në errësirë, por do të ecë në jetë, motra dhe vëllezër. Falenderojmë Perëndin. Sepse ai vërtet, motra dhe vëllezër, që ka pranuar Jezus Krishtin, çlirohet nga errësira. Të gjithë e dimë, motra dhe vëllezër, në fjalën e Perëndisë për atë lipsarin që ishte i verbër, motra dhe vëllezër, në rrugë. Dhe kur mësoi që Jezus Krishti po kalonte, ai bërtiti me gjithë shpirt, motra dhe vëllezër: Jezus, biri i Davidit, mëshiro. Kërkoi mëshirë nga Jezus Krishti. Dhe çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër? Jezus Krishti qëndroi, turma të shumta e ndiqnin Jezus Krishtin, ai qëndroi, thot motra dhe vëllezër, dhe e ftoi atë njeri që të vijë në praninë e tij. Dhe kur ai e ftoi dhe shkoi në praninë të Zotit, çfarë ndodhi me të, motra dhe vëllezër, aleluja? I kërkoi të shohë. Dhe këtu fjala na thotë: unë jam drita e botës.
Ai që do vi tek unë, do ketë dritën e jetës, motra dhe vëllezër. Ai do të shohë. Ai që vjen tek unë. Dhe ky person i thiri Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, dhe i tha, dua të shoh. Erdha në ty, të thira, dhe dua të shoh, të më hapësh sytë, që unë të shoh. Jo unë di, motra dhe vëllezër, aleluja, jo unë kam mësuar, jam i verbër, i tha. Nuk shoh dhe po vi tek ti që të më hapësh sytën, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe çdo njeri që vjen tek unë, thot Zoti, nuk do të kthehet bosh, pa marrë, motra dhe vëllezër, aleluja, atë që kërkon. Pa bërë Zoti atë vepër, motra dhe vëllezër, në çdo shpirt që i tërhet Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Dhe ai thotë, i tha, të shohësh, dua dhe unë. Për këtë kam ardhur, që ai që është në errësirë të shohë, motra dhe vëllezër. Ky është vullneti i Perëndisë. Që ai që është në errësirë dhe thotë nuk di, ai, motra dhe vëllezër, aleluja, të shohë dhe të ecë në rrugën e Zotit. Na vdi emri të shenjtë. Atëre farisejtë i thanë, ti dëshmon për veten, dëshmimi yt nuk është i vërtetë. Ti po flet për veten tënde. Dhe dëshmia jote, i thanë, nuk është e vërtetë. Dhe çfarë kishin parasysh, motra dhe vëllezër, kur i thonë Jezus Krishtit, ti dëshmon për veten tënde? A nuk e njohim ne këtë kush është? A nuk e dim ne që ky është biri i Jozefit Marangozit? Që vëllezërit e tij janë midis nesh? Që motrat e këtij i kemi marrë për gra, janë midis nesh? Si dëshmon ky? Janë drita e botës? Ne e njohim që ky është biri i Jozefit. Edhe turmat që e ndiqnin, motra dhe vëllezër, e dinin kush ishte? Biri i Jozefit. I verbëri, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk shikte, që desh të mësonte, ju zbulua nga fryma e Perëndisë, kush ishte në të vërtetë Jezusi, motra dhe vëllezër, dhe i tha, biri Davidit. Biri Davidit është e shkruar, motra dhe vëllezër, dhe zbulohet për të ditur se kush është Jezus Krishti. Ti je biri Davidit. Kush i tha, motra dhe vëllezër, veç se i verbëri. Ti je Krishti. Kush i tha, motra dhe vëllezër, veç se ati që ju zbulua nga ati. Ty të zbulua Pjetër nga ati, tha. I bekuar je, i tha, motra dhe vëllezër, aleluja. Se kush është në të vërtetë Jezus Krishti. Kurse të gjithë turma, të gjithë njerëzit, thoshin është biri i Jozefit. Dhe këtë po i thonë, motra, ti dëshmo për veten tënde, që janë dritë, po ne e dimë kush je. Shikoni, motra, vëllezër. Dëshmia jote nuk është e vërtetë. Jezusi ju përgjigj dhe u tha atyre, edhe pse dëshmoj për vetvete, dëshmimi im është i vërtetë. Sepse unë e di nga kam ardhur e ku po shkoj. Dëshmia ime është e vërtetë, thot, sepse unë e di nga kam ardhur. Çfarë vepër do bëj dhe ku po shkoj. Kurse ju, thot, motra dhe vëllezër, ju përkundrazi nuk dini as nga vi dhe as ku po shkoj. Sepse pak më poshtë ju thotë, ju gjykoni sipas mishit. Dhe nuk e dini të vërtetën. Cila është e vërteta në mua? E vërteta, motra dhe vëllezër, do t'i shfaqet dhe do t'a bëj të lirë njeriu veçse nëse pranon Jezus Krishtin. Ky njeri ka të vërtetën dhe e vërteta e çliron, motra dhe vëllezër, lavdi Zotit. Dhe po ju thotë ju nuk shihni, motra dhe vëllezër. Ju gjykoni, thot, sipas mishit. Unë nuk gjykoj as njeri. Unë nuk po gjykoj njeri, po dëshmoj për veten se cili është vullneti i Perëndisë në të, çfarë ka ardhur të bëj ai, motra dhe vëllezër. Ju nuk e dini këtë gjë. Dhe unë po e dëshmoj në ju kush jam. Që ju të kuptoni, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse kam ardhur për ju, që të çliroheni,
të çliroheni nga mëkati, të mos ecni në errësirë. Ju gjykoni sipas mishit, unë nuk gjykoj asnjërin. Por edhe kur gjykoj, gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por jam unë dhe Ati që më dërgoi. Unë nuk jam vetëm këtu, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Ju jep diçka që nuk arrin dot prapë nga gjykimi sipas mishit, thot, ju nuk arrini do të kuptoni, motra dhe vëllezër, aleluja. Edhe këtë që po thotë Zoti, nuk arrin do të ta kuptojnë që unë dhe Ati jemi një. Jemi një, thot motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Edhe Filipi e pyeti, na i trego Atin dhe na mjafton. Po Filipi tha, kam kaq kohë që jam mes jush, dhe nuk keni kuptuar as ju që unë jam në Atin dhe Ati është në mua, që unë dhe Ati jemi një. Nuk ta ka zbuluar fryma e shenjtë një gjë të tillë, sepse fjala e Perëndisë, vëllezër, zbulohet që të mund ta kuptojë gjithkush. Nëse nuk zbulohet, motra dhe vëllezër, aleluja, është thjesht e di ku është, e shkruar, por nuk e di çfarë thotë. Dhe në ligjin tuaj është shkruar se dëshmimi i dy njerëzve është i vërtetë. Unë jam ai që dëshmoj për vetveten, dhe Ati që më ka dërguar dëshmon për mua. Atëherë i thanë, ku është Ati yt? Jezusi ju përgjigj, ju nuk më njihni as mua, as Atin tim. Po të më njihni të mua, do të njihni dhe Atin tim. Dhe në Bibël në thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, ai që më do mua, unë do t'i shfaqem atij. Unë do t'i dëftem atij. Dhe ai do të më njohë, motra dhe vëllezër, aleluja. Është tjetër të njohësh fjalën e Perëndisë, dhe është tjetër, motra dhe vëllezër, të njohësh Jezus Krishtin, të të shfaqet dhe të arrish të kuptosh, motra dhe vëllezër, kush është në të vërtetë Jezus Krishti. Në fjalën e Perëndisë, Zoti na thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, që kishës trupit të Jezus Krishti, Zoti i ka dhënë, thot në Efesianët, vëllezër, aleluja, dhunti të ndryshme, shërbesa të ndryshme. Për qëllim, motra dhe vëllezër, aleluja. Do ta lexoj, vëllezër, që ta shohim se çfarë thot. S'ka nevojë që ta hapni. Po lexoj në Efesianët, është kapitulli 4, dhe po lexoj nga vargu 11. Dhe ai vetë i dha disa si apostull, Jezus Krishti, të tjerët si profetë, të tjerët si ungjilltarë, dhe të tjerët si barinjë dhe mësues. Për përsosjen e shenjtorëve, qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijmë të gjithë tek uniteti i besimit dhe të njohjes së birit të Perëndisë, tek një njeri i përsosur në masën e shtatit dhe plotësisë së Krishtit. Qëllimi i Perëndisë që i ka dhënë të gjitha këto shërbesa dhe dhunti frymërore, vëllezër, është për përsosjen e shenjtorëve dhe për arritjen e njohjes së Zotit ton Jezus Krisht. Kush është në të vërtetë? E lexova, motra dhe vëllezër, për të kuptuar të gjithë që pa këto shërbesa, pa këtë frymë të Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, askush nuk mund ta njohë Jezus Krishtin. Prandaj Zoti i ka dhënë në kishë të gjitha këto gjëra, që të njihet nga shenjtorët, motra dhe vëllezër, Jezus Krishti, kush është në të vërtetë? Kush është ky që është midis nesh, që na drejton?
Kush është ky që na thirrin, motra dhe vëllezër, aleluja? Kush është ky që dhe era dhe deti i bindet? Kush është ky, motra dhe vëllezër, aleluja, që të vdekurin, motra dhe vëllezër, prej 4 ditësh e ngre gavari? Kush është ky që me 3 bukë dhe 2 peshë ushqen 5.000 burra? Që thot fjallën, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe të verbërve ju vjen sytë. Që i paralizuari ngrihet dhe ecën në sytë të gjithëve, vëllezër, aleluja. Kush është ky? Dhe qëllimi i Perëndis me të gjithë dhuntitë që na ka dhënë nëpërmjet frymës së shenjtë dhe shërbesat që na ka dhënë nëpërmjet Jezus Krishtit është të njohim Zotin ton Jezus Krishtin, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Ju s'mund të më njihni, ju tha atyre. Po mos jenë të gjitha këto gjëra, është e vështirë, motra dhe vëllezër, aleluja, ta njohin Jezus Krishtin. Ju shikoni dhe gjykoni sipas mishit këto. Ato gjëra që shihni, lavdi emrit të shenjtë. Por besimi është diçka tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, që s'ka të bëjë me atë që shohim. Besimi ka të bëjë me atë që nuk e shohim, motra dhe vëllezër, aleluja, por e besojmë. I lumtur është ai njeri, i tha, motra dhe vëllezër, aleluja, apostulli Zoti, që nuk më pa dhe besoi. Ju nuk më njihni as mua as atin tim, po të më njihnit mua, do të njihnit dhe atin tim. Jezusi i shprehu këto fjalë në vendin e Thesarit, duke mësuar në tempull, dhe askush nuk e kapi sepse nuk i kishte ardhur ora akoma. Jezusi ju tha atyre përsëri: unë po shkoj dhe ju do më kërkoni dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Atje ku shkoj unë, ju nuk mund të vini. Unë po shkoj dhe ju nuk e dini. Se ku po shkoj unë, motra dhe vëllezër, aleluja. Për çfarë kam ardhur unë? Unë po shkoj, erdha vetëm, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe po shkoj që të kryej një detyrë, shpëtimin tuaj. Në kryq të Golgotës, motra dhe vëllezër, aleluja. Që të heq mëkatin tuaj, që ai që beson në mua, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Është vepra që erdhi të bëjë, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti për shpëtimin e të gjithë njerëzve. Që kushdo që beson në të shpëtohet. Lavdi emrit të shenjtë. Por nëse nuk beson në të, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe Zoti thotë, ju do të vdisni në mëkatin tuaj. Nuk mund të vini dot aty ku do shkoj unë. Ju nuk mund të vini aty ku shkoj unë. Prandaj judejt thoshin, mos do të vras veten, sepse thotë ku shkoj unë, ju nuk mund të vini. Dhe ai ju tha atyre, ju jeni nga këtu poshtë, kurse unë jam nga atje lart. Ju jeni prej kësaj bote, unë nuk jam prej kësaj bote. Pra po ju thotë diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk arrin dot njerëzit ta kuptojnë si është prej lart, motra dhe vëllezër, kur ne e njohim të jatin, të jemën, vëllezërit, familjen e këtij. Si ky thotë, unë jam nga lart? Çfarë po ju thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti? Nëse ai që dëshiron të më njohë, shfleton, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe nëse ata, farisej, do të shfletonin fjalën e Perëndis, çfarë thotë fjala e Perëndis për ardhjen e Mesias? Çfarë thotë fjala e Perëndis për ardhjen e shpëtimtarit? Si do të vijë? Nga do të vijë? Ku do të lindë? Motra dhe vëllezër, të gjitha këto janë realizuar sipas fjalës së Perëndis. Por sepse ishin të verbër dhe shikonin shumë ngushtë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk arrinin dot të shikonin përtej asaj që shihnin. Dhe nuk arrinin dot të kuptonin Jezus Krishtin kush ishte në të vërtetë. Mos më besoni për atë që shihni, por për shkak të veprave të mia që unë bëj, nuk mundet, po kishte, motra dhe vëllezër, dhe njerëz që besonin në Jezus Krishtin dhe tha, ne e dimë që ti je një mësues i ardhur nga Perëndia.
sepse veprat që bën ti nuk mund t'i bëj askush nëse Perëndia nuk është me të, lavdia e Emrit të Shenjtë. Kishte edhe njerëz, por nuk e shfaqnin nga frika e të gjithë farisejve. Prandaj ju thashë se ju do të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni se unë jam, pra po ju flet kush është, motra dhe vëllezër, ju do të vdisni në mëkatet tuaja. Unë kam ardhur për të hequr mëkatin e njeriu, që të mos vdesë, thot Jezus Krishti. Kur të kuptoni kush jam unë dhe pse kam ardhur, atëherë motra dhe vëllezër, aleluja, njeriu do të shpëtohet. Nëse nuk do të kuptoni kush jam unë, ju do të vdisni në mëkatet tuaja. Atëherë ai than, kush je ti? Dhe Jezusi ju tha atyre, pikërisht atë që ju thash, shumë gjëra kam për t'ju thënë dhe për t'ju gjykuar lidhur me ju, por ai që më ka dërguar është i vërtetë dhe gjërat që kam dëgjuar nga ai ja them botës. Ata nuk e kuptuan se ai po ju fliste atyre për atin. Dhe këtu në 28 vëllezër, shikoni me vëmendje, atëherë Jezusi ju tha atyre, kur ta keni lartësuar birin e njeriut, atëherë do të njihni se unë jam. Atëherë do të kuptoni, motra dhe vëllezër, kur ta keni lartuar birin e njeriut, do të merrni vesh që unë jam. Dhe se unë nuk bëj asgjë prej vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar. Dhe ai që më ka dërguar është me mua. Ati s'më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë. Ndërsa ai thoshte këto gjëra, shumë vetë besuan në të. Atëherë Jezusi ju tha judejve që besuan në të. Këtu ju flet të gjithë turmave dhe tani ju drejtohet atyre thot që besuan në të. Nëse do të qëndroni në fjalën time, nënvizojeni vëllezër, aleluja. Jeni me të vërtetë dishepujt e mi. Dhe do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Ju drejtua të gjithë atyre që besuan në të. Dhe çfarë po ju thotë, motra dhe vëllezër, që ka vlerë për ne, të gjithë, që besua në Jezus Krisht. Thotë, nëse do të qëndroni në fjalën time, nëse do të ecni sipas fjalës time, në fjalën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, ju jeni me të vërtetë dishepujt e mi. Fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, është ajo farë që bie në zemrën e një njeriu, dhe prandaj thot këtu, në qoftë se do të më besoni, motra dhe vëllezër, do të qëndroni në mua. Sepse kjo farë varet në çdo zemër bie, vëllezër. Nëse do të bie në një tokë të mirë, do të sjellë fryt 100 fishtër. Dhe këtu na thotë, nëse do të qëndroni në fjalën time, ju jeni me të vërtetë dishepujt e mi. Ku dallohen, motra dhe vëllezër, dishepujt e Jezu Krishti? Ata që pranuan, thotë Jezu Krishti, janë dishepujt e tij. Tani, nëse do të qëndroni në fjalën time, nëse fjala ime është po dhe amin në ju, ju jeni dishepujt e mi. Nuk arrin, motra dhe vëllezër, ai që beson në Krishti, që Krishti ka vepruar në të kjo farë, domethënë, dhe ka bërë vepër në zemrën e tij, nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, të thotë nuk më pëlqen. Po thotë amin në fjalën e Perëndisë. Pse? Sepse kjo farë që ka rënë në zemrën e tij bën vepër në të.
Dhe kjo vepër është e dukshme, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdi emrit të Shenjtë. Stefani, një nga dëshmorët e parë, motra dhe vëllezër, aleluja, dishepulli i Jezus Krishtit, filloi të predikojë fjalën e Perëndis. Dhe që në ditën që filloi të predikojë, motra dhe vëllezër, fjalën e Perëndisë, i thanë blasfemon dhe e dënuan të vritet me gur. Nuk ishte një moshë për të ikur, motra dhe vëllezër, aleluja, po ishte një moshë e re, që kishte familje, që kishte fëmijë. Dhe çfarë ndodhi me të, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk u turoq në asnjë rast nga ajo që predikonte, motra dhe vëllezër, sepse ishte fryma e Perëndisë që vepronte në të. Dhe ata e mbuluan me gurë. Dhe ai nuk mendonte asnjëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, çdo të bëhet me këtë, çdo të bëhet me gruan, çdo të bëhet me fëmijët, po puna ime, po jeta ime. Në asnjë nga këto, motra dhe vëllezër, por çfarë pamë në këtë gjë, motra dhe vëllezër, në këtë rast. Pashë qiellin e hapur, thotë, lavdi emrit të Shenjtë, dhe i flet, motra dhe vëllezër, dhe thotë, mos u llogarit këtë mëkat. Imagjinoni, vëllezër, aleluja, cila është vepra që bën fjala e Perëndisë në zemrën e çdo njeri. Fali o atë, sepse nuk din ç'bën, tha Jezus Krishti. Të njëjtën frymë, dishepulli i tij, mos u llogarit këtë mëkat, Zot, që po bëjnë me mua. Ne mërzitemi, motra dhe vëllezër, aleluja, për një moment. Diçka të na ndodhë, motra dhe vëllezër, dhe e vëm me Zotin. Të themi, ku është Zoti? Pse më praktisi, çfarë po kërkoj? Një gjë si gjithë të tjerët, motra dhe vëllezër, aleluja. Po ky dishepull, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë kërkoi? Asnjë gjë nga këto, për sa i përket botës dhe për sa i përket atyre që ne shohim. Por po predikonte ungjillin, motra dhe vëllezër, lajmin e mirë po shpërndante në të gjithë njerëzit. Dhe njerëzit se pranuan. Dhe e mbuluan me gur, e vranë, motra dhe vëllezër. Lavdi emrit të Shenjtë. Dhe këtu thotë, nëse do qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtet dishepujt e mi. Një tjetër thotë, jo të gjithë që më thërresin Zot, Zot, do hynë në mbretërinë e Perëndisë. Ne jemi thirrur, vëllezër, si bijë të Perëndisë, për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Ky është qëllimi i Zotit dhe vepra e Perëndisë në një bashkësi, që të gjithë të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë. Që të gjithë të jemi në unitet, motra dhe vëllezër, aleluja, me paqen e Zotit jemi në unitet, me frymën e Perëndisë, që të shohim lavdinë e Perëndisë të gjithë së bashku. Dishepuj, këtu ku lexova, thotë ligjërata e Jezusit për misionin hyjnor. Dhe të gjithë ata që janë dishepuj të Perëndisë kanë një mision, motra dhe vëllezër, aleluja. Kemi një mision ne që Zoti na ka thirrur të gjithë. Çfarë është, motra dhe vëllezër, misioni ynë? Ju jeni dritë në këtë botë. Këtu lexuam, unë jam drita. Dhe Zoti na thotë, ne ju jeni drita tani. Për kë thotë, motra dhe vëllezër, aleluja? Për ata që e pranuan Krishtin. Janë si Krishti dritë në këtë botë. Në çfarë gjërash, motra dhe vëllezër, aleluja? S'më pëlqen kjo, s'më pëlqen ai, ato që bën ajo, ato që thot ai, këto gjëra nuk ekzistojnë në dishepujt e Perëndisë. Si mundet të flasim, motra dhe vëllezër, për njëri tjetër? Si mund të flasim për Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, kur misioni që ne kemi është të shpërndajmë fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Jo të jetojmë ta me të pimë e të dëfrejmë, por misioni ynë është të shpëtohet një shpirt, ju jeni dritë në këtë botë. Shpërndajni fjalën e Perëndisë kudo. Për këtë jemi thirrur, vëllezër, lavdi emrit të Shenjtë.
Nëse qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtet dishepujt e mi, do ta njihni të vërtetën, kur të jesh dishepull i Zotit, do ta njohësh të vërtetën. E shpjeguam, motra dhe vëllezër, do të jesh dishepull i Jezus Krishtit. Dhe kur je dishepull i Jezus Krishtit, ke njohur të vërtetën, dhe kjo e vërtetë, motra dhe vëllezër, aleluja, do të bëj të lirë. Nuk jetojmë me, motra dhe vëllezër, aleluja, për dëshirat tona, por çfarë, motra dhe vëllezër, aleluja, jemi krijesa të reja, frymërore, motra dhe vëllezër, që në ne, motra dhe vëllezër, banon jeta e përjetshme. Ne kemi jetë të përjetshme që në momentin që i kemi thënë Zot, ti je Zoti im, dhe fryma e Perëndisë ka ardhur në ne dhe bën këtë vepër në ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Ne kemi jetën e përjetshme. Luma ata thotë që do të qëndrojnë deri në fund besnik, motra dhe vëllezër, të fjalës së Perëndisë. Ata u përgjigjen, ne jemi pasardhës të Abrahamit dhe s'kemi qenë kur sklever të askujt, si mund të thuash që do të bëhemi të lirë? Ne të lirë kemi qenë gjithmonë. Dhe shko çfarë nësip të matë ju jep përsëri Jezus Krishti, motra dhe vëllezër. Unë s'jam sklavi i filanit, as i armiqve të mi, dhe nuk ishin kuptuar akoma për çfarë sklavërie bëj fjalën, motra dhe vëllezër. Dhe thotë këtu, në të vërtet po ju them, kush bën mëkatin është sklav i mëkatit. Ai që bën mëkat, motra dhe vëllezër, aleluja, është sklav i mëkatit, nuk çlirohet dot nga vetvetja. Qëndron në mëkat sepse nuk është çliruar akoma. Për çfarë? Nuk ka njohur, motra dhe vëllezër, aleluja, të vërtetën. E vërteta e bën të lirë, thotë njeriu. Po ne vimë në kishë, motra dhe vëllezër, po ne kemi kaq kohë, po ne... Fjala e Perëndisë na mëson, motra dhe vëllezër, ka shumë për të bërë në jetën tonë për të njohur Jezus Krishtin. Qëndroni bashkë, thotë Zoti, në frymën e Perëndisë, të gjithë së bashku duke mësuar fjalën e Perëndisë. Ata ishin bashkë këtu, në thyerjen e bukës, në mësimin e apostujve, këmbëngulës në lutje, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo është ajo për të cilën Zoti na mëson dhe ne do të mësojmë të vërtetën. Vetëm duke qëndruar bashkë, vetëm duke adhuruar Perëndinë, jetojmë për në qiell. Ne nuk i përkasim me, motra dhe vëllezër, tokës. Prandaj është një krijesë e re qiellore, motra dhe vëllezër, aleluja, njeriu që ka pranuar Krishtin. Nuk është edhe në tokë edhe në qiell, i përket qiellit. Ju nuk e dini nga kam ardhur unë dhe ku po shkoj, kështu është dhe me dishepujt e Jezus Krishtit. Ata janë, motra dhe vëllezër, qiellor. Ata shpresën e kanë në qiell, atë dhe ujë në qielli. E falenderojmë Perëndinë. Mos u shqetëso për gjërat që të ndodhin këtu në tokë, motra ime, vëlla im, aleluja, por përshmoj, unë i përkas Zotit. Unë jam biri i Perëndisë. Me mjafton, kam për të ngrënë, kam për të mbuluar, adhuroj Perëndinë, sepse do lë çdo gjë këtu, nuk do marr asgjë këtu, dhe do shkoj të takoj Zotin tim. Ai ka përgatitur për mua shtëpinë time, ka përgatitur vendin për mua, sepse e thot fjala e Perëndisë. Dhe unë e besoj atë që thotë fjala e Perëndisë. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Unë do shkoj t'ju përgatis vend, dhe do të kthehem. T'ju marrë me vete që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Amin. E falenderojmë Zotin, vëllezër. Zoti ta bekojë.